det, mal dhe një qyteze mirëfillt turistike që po merr jetë aty në mes. Blue Borgo, projekti ndërtuar mbi filozofinë e harmonisë mes natyrës dhe zhvillimit bregdetar të Velipojës, ku arkitektura nuk sfidon peizazhin, por bëhet pjesë e tij. Resorti turistik Blue Borgo është një resort turistik i cili është ndërtuar mbi bazën e filozofisë Krijo Destinacion. Ky projekt ka një masterplan të mirëfillt, të projektuar me shumë kujdes, infrastruktura është parashikuar qysh në fazën e konceptit DES. Ky resort do të ofrojë të gjitha shërbimet me konceptin e një qyteti, një qytet i mirëfillt. Aty është parashikuar që trafiku të jetë kryesisht këmbësor, por absolutisht i alternuar dhe me mjete elektrike. Pra, siç e përmenda dhe më sipër, koncepti Blue Borgo parashikon të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe një sezon turistik 365 ditor, dhe jo një resort sezonal tipik vetëm në muajt e verës.